Skenari për një krisje mes Brikenes dhe Mateos po merr gjithnjë më shumë vëmendje në rrjet, ndërsa postimi i fundit i Brikenes duket se ka shtuar edhe më shumë dyshimet për një ndarje të mundshme të çiftit Briteo. Pasi pak ditë më parë u vure se në rrjetet sociale ishin fshirë fotot e përbashkëta dhe ishin bërë unfollow, një tjetër detaj që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve. Në Instastorin e fundit Brikena është shfaqur duke drejtuar makinën natën, por ajo që nuk kaloi pa u komentuar ishte mungesa e unazave të famshme. Ndjekësit vure se Brikena nuk mbante unazën që i ishte dhuruar nga familja dhe as unazën që vetë Mateo i kishte bërë dhuratë, detaj që ka ndezur menjëherë aludimet në rrjet. Jo vetëm kaq, por edhe kënga e zgjedhur në sfond nga Brikena është interpretuar si një disi i qartë pas ndarjes, ku në tekst femra i drejtohet ish partnerit me tonë zhgënjimi dhe distance emocionale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.